e njohur si Zhaku, është kthyer në një nga konfliktet më të forta të momentit në ferma VIP. Ajo që dukej si një misi e afërt mes dy artisteve, degradoi papritur në debate të ashpra dhe akuza personale që kanë ndezur rrjetin. Gjatë një bisede me Sony Malajn pas spektaklit, Moza bëri një deklaratë të fortë për Zhakun, duke lënë të kuptohet se është ndjerë e tradhtuar në një periudhë shumë delikate të jetës së saj. Kjo që ishte shoqja ime, kur po ndahesha u bë mike me burrin tim, u shpreh shkrimtarja, deklaratë që shkaktoi menjëherë reagime të shumta online. Përplasja vazhdoi edhe në debatet mes tyre, ku Moza ironizoi Zhakun duke i thënë: "Ti mund të kesh histori me burrin tim, por me mua s'ke histori, ke bashkëpunim." Nga ana tjetër, Zhaku mohoi kategorikisht çdo aludim për një raport më shumë se miqësor me ish bashkëshortin e shkrimtares. Por ndërkohë që rrjeti po zien nga komentet, në qarkullim kanë nisur të shpërndahen edhe foto ku Zhaku shfaqet krah ish burrit të Mimoza Ahmetit, duke shtuar akoma më shumë dyshimet dhe diskutimet mbi raportin e tyre. Pamjet janë bërë menjëherë virale dhe kanë rikthyer vëmendjen te marrëdhënia e tensionuar mes dy konkurrentëve, që tashmë duket se ka kaluar çdo kufi. Mbetet për t'u parë nëse ky debat do të marrë përmasa edhe më të mëdha në ditët në vijim brenda ferma VIP.